I nderuar ratë të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Ne të Krishterë Ortodoks sot kujtojmë dhe përjetojmë varimin e trupit të Zotit tonë Jezu Krisht. Dhe kjo quhet shërbesa e të shtunës së madhe. Një traditë e lashtë e të Krishterëve Ortodoks, të cilët sot përcjellin në varr trupin e Krishtit në epitaf. Neve përjetuam kryqëzimin e Zotit Krisht të premten e madhe. Dhe sot, si shtam, përjetojmë varrimin e tij. Patjetër që të gjithë neve kemi marrë pjesë në për vdekje të afërmit tanë, miqve tanë, kemi marrë pjesë në për varrime dhe dim se sa e dhimbshme e trishtuar është kjo situatë, ku neve shkojmë varrosim në dhe trupat e të afërme dhe miqve tanë. Shpeshherë na kap trishtimi dhe dëshpërimi. Dhe nuk dim si të ngushëllojmë ata të cilët kanë humbur të afërmin e tyre ose veten tonë. Por ndryshon varrimi i njerëzve nga varrimi i trupit të Krishtit. Zoti Jezu Krisht nuk është një njeri si gjithë njerëzit e tjerë. Ai është biri dhe fjala e Perëndis, i bërë bir njeriu. Dhe si njeri ai vdiq vullnetarisht në kryq. Jo se kishte vdekja ndonjë pushtet tek ai. Jo se njerëzit me anë të torturave, të kryqëzimit i morën jetën Krishtit. Ai qëndroi në kryq aq sa deshte, 6 orë. Sepse për 6 ditë Ati me anë të birit, fjalës dhe Shpirtit Shenjtë i bëri të gjithë të dukurat pa dukur dhe në fund njeriu. Por për 6 orë, biri dhe fjala e Perëndis i bërë bir njeriu shpëtoi njeriu dhe gjithë botën nga mëkati dhe vdekja dhe tirania e djallit. Dhe Krishti qëndroi në kryq aq sa deshte, 6 orë dhe dha frymën. Pastaj trupin e tij e zbritën me të shpejtë Josifi nga Arimathea dhe Nikodemi dhe vendosën në një varr që ishte aty në një kopësht, afër kryqëzimit. Por, pavarësisht të shpirti i Jezuit u nda nga trupi i tij, do dimi se ai ishte trupi i fjalës së Perëndis. Perëndia nuk u nda nga trupi i Jezuit. Prandaj dhe trupi i Jezuit nuk u prish në varr. Por, çfarë ndodhi me shpirtin e Jezuit si njeri? Ai zbriti në botën e të vdekurve. Përpara se të vinte Krishti, të gjithë shpirtrat që nga Adami, Eva dhe të gjithë fëmijët e tyre dhe pasardhësit e tyre, kur vdisnin, trupat shkonin në dhe, se nga dhe u morën, por shpirtrat shkonin në nën tokë, burgoseshin dhe mbaheshin në burgjet e Hadit, ku drejtonte dhe torturonte Satanaj bashkë me demonët. Djalli kishte marrë si pasuri të tij, si trofe të tij, të gjithë shpirtrat njerëzor. Por djalli bëri një gabim shumë të madh. Ai mendoi se Jezu ishte një njeri i zakonshëm. Prandaj dhe ngriti njerëzit për ta kryqëzuar Jezuin. Dhe Jezui u përul, u bë i bindur deri në vdekje kryqi. Dhe me përulsinë e tij ai gënjeu djallin. Sepse ku shpirti i tij u nda nga trupi shkoi në botën e Hadit. Dhe aty në botën e Hadit, në botën e të vdekurve, Jesui predikoi. Siç predikoi 3 vjet në botën e të gjallëve, predikoi 3 ditë në botën e të vdekurve. Duke u thënë atyre se unë jam shpëtimtari, unë jam biri dhe fjala e Perëndis i bërë bir njeriu. Unë do të nxjerr nga ky burgu, sepse unë pagova me gjakun tim për mëkatin e Adamit. Dhe duhet dini se Krishti u kryqëzua mbi kafkën e Adamit. Dhe gjaku i tij lau mëkatin e Adamit dhe gjithë farës së Adamit. Dhe Krishti pra pushon me trupin e tij në varr, por me shpirtin e tij është në had. Dhe atje në had ndriçon shpirtrat dhe i merr shpirtrat dhe i çon në parajs. Hap portat e hadit. Dhe kjo është ngjallja e parë. Ngjallja e shpirtrave të burgosur në had. Shikoni sa bukur e tregon
himnologjia e kishës ose vajtimet. Për Adamin erdhe për mbidhet ta shpëtosh, po se gjete dhe atëherë në ferë të zi, ndër të vdekurit ke zbritur ta kërkosh. Zoti Krisht e gjeti Adamin jo mbi dhe, po e gjeti nën dhe. Dhe thuhet që Adami dhe Eva dhe gjithë burgosurit po dëgjonin disa hapa që po zbrisnin në botën e të vdekurve. Adami tha, unë këto hapa i njoh, janë hapat e Zotit që unë i ndjej në kopshin e Edenit dhe u fsheva nga frika se hëngra frutin e ndaluar. Por në qoftë se Zoti ka zbritur këtu ku jemi ne shpëtuam. Zoti zbriti në had, në botën e vdekjes, dhe atje e gjeti shpirtin njerëzor, dhe atje shpëtoi njeriu. Të dashur të krishterë, ne nuk e vajtojmë pa ngushëllim varrimin e trupit të Krishtit. Ne vërtet vajtojmë, siç ishte edhe kjo shërbes kaq e bukur, edhe këto vajtime. Kjo himnologji kaq e pasur e kishës ortodokse. Por vajtojmë me shpresën e ngjalljes. Sepse të dielën e Pashkës në mesnat, ne përsëri do të mblidhemi dhe do përjetojmë atë ngjarje të madhe që ndodhi shekuj përpara, ku Isu Krishti u ngjall edhe me trup dhe u shfaq tek apostujt. Kështu edhe neve do të mblidhemi në mesnatën para të dielës për të ardhur këtu në kish, për të dhënë mesazhin paskal që Krishti u ngjall, vërtet u ngjall, dhe për të gëzuar me ngjalljen e Krishtit, me Pashkën e Krishtit, që është Pashka jon, është ngjallja jon. Ajo çfarë ndodhi me Krishtin do ndodhi dhe me ne. Krishti nuk e bëri vetëm për vete, por Krishti në fillim na ngjall shpirtërisht, pra me anë të misterit pagëzimit, pendim rrëfimit, kungatës, dhe do na ngjalli edhe trupërisht në ardhin e tij të dytë. Kjo është shpresa që kemi ne të krishterë. Për këtë jetojmë, për këtë dhe mundohemi, për këtë sakrifikohemi, për këtë jemi gati të japim dhe jetën e përkohshme, për fituar jetën e përjetshme që na i dha Zoti me ngjalljen e tij të lavdëruar. Amin.